Policia e qarkut të Vlorës prezantoi këtë të hënë rezultatet e punës për muajin qershor si dhe masat për mbarvajtjen e sezonit turistik. Gjatë muajit qershor janë evidentuar 254 vepra penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 240 ose 94.5%. Për këto vepra penale janë identifikuar 280 autorë të dyshuar, nga të cilët 65 janë arrestuar apo ndaluar, 206 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 9 janë shpallur në kërkim. Në një konferencë për media, drejtori i policisë së qarkut të Vlorës Edvin Dreu tha se krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 42 raste më shumë të veprave penale, ndërsa zbulueshmëria është afërsisht në të njëjtat nivele me 94%. Gjatë këtyre operacioneve policore janë arrestuar 8 shtetas, si dhe është shpallur në kërkim 1. Gjithashtu janë kapur 5 shtetas të shpallur në kërkim për vepra penale në fushën e narkotikëve. 2 prej tyre ishin në kërkim ndërkombëtarisht. Konkretisht, operacioni policor Strike 5, kur si rezultat e këtij operacioni u bë mundur goditja një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë në qytetin e Vlorës, ku arrestuan në flagrancë 6 shtetas. U sekuencruan 4 armë zjarri pistolet. Një nga këto shtetas ishte personi shpall nga Interpol Roma për vepra penale trafikim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në organizata kriminale. Operacioni policor grupi, ku u bë mundur kapja dhe arrestimi provizor me qëllim ekstradimi drejt Italisë të një personi të dënuar me 12 vjet burg. Për vepra penale pjesëmarrje në organizata kriminale të armatosur me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike parashikuar nga legjislacioni penal italian. Në këtë operacion u arrestuan 2 shtetas të tjerë për përkatjet e autorit të krimit. Operacioni policor i koduar Keç, ku si rezultat u kap një person në kërkim me rrezikshmëri të lartë i dënuar me 4 vjet burg për grup strukturuar kriminal. Operacioni The Last Window, ku u zbardhën dhe u dokumentuan 5 vjedhje me thyrje në zonën e Sarandes, u arrestuan 4 shtetas ndërsa një person u shpall në kërkim. Operacioni policor i koduar Strike 6, ku bën mundur kapja një shteti i shpallur në kërkim për vepra penale, vrasje me paramendim me kryer bashkëpunim me ngelën alternativë dhe mbajtje palë dhe prodhim me armë dhe municioneve shpërthyese. Gjatë operacioni u kap dhe një armë zjarri pistolet. Gjatë muajit qershor, sipas drejtorit të policisë së qarkut të Vlorës Edvin Dreu, janë sekuestruar 6 armë zjarri pistoleta, 4 armë të ftohta, 138 fishek luftarak, mbi 700 doza lëndë narkotike, 4 pasuri të llojit apartament, një pasuri e llojit njësi. Janë evidentuar 2 raste të krimeve mjedisore, për të cilat janë proceduar 2 shtetas. Janë referuar 25 raste për veprat penale që cënojnë regjimin juridik të tokës, për të cilët janë proceduar 27 shtetas. Janë trajtuar në total 646 konflikte, nga të cilat 284 konflikte për motive të dobta, 231 për motive pronësie, 131 konflikte për motive të ndryshme. Kreu i policisë së qarkut të Vlorës tha se rritja e fluksit të lëvizjes, duke qenë se jemi në kulmin e sezonit turistik, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore, për të cilin ka ardhur në ndihmë dhe mbështetje drejtorisë së policisë rrugore. Si rezultat, sektori i policisë rrugore ka evidentuar 65 raste të shkelje që cënojnë sigurinë rrugore ose 18 raste më shumë se muajin e kaluar. Fatkeqësisht gjatë muajit kanë ndodhur 18 aksidente ku përpasoj kanë humbur jetën 3 shtetas. Gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 42 raste të drejtimit të mjeteve në mënyrë të parregullt ose 12 raste më shumë se muaji maj, ku për këtë vepër penale janë arrestuar 14 shtetas. Gjatë kësaj periudhe janë vendosur 15607 masa administrative, janë vjelur 7881. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë rrugore kanë mështuar monitorimin, kontrollin dhe pranimin terren, me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën e shëndetit e përdoruesve të rrugës. Drejtori i policisë së qarkut të Vlorës Edvin Dreu tha se vijon të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura dhe të hapura. Për këtë arsye janë ushtruar kontrollin në terren dhe me dron, si dhe janë kryer veprime hetimore në të gjithë territorin e qarkut me metoda proaktive. Gjatë kësaj periudhe nuk janë konstatuar raste të kultivimit të bimëve narkotike, ashtu si dhe gjatë muajit kaluar. Për një kontroll sa më efikas kemi kërkuar monitorim ajror dhe nga shërbimet partnere. Për mbarvajtjen e sezonit turistik veror, përveç shërbimeve të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit janë vënë në dispozicion edhe 135 punonjës policie, të cilët do të jenë në shërbim përgjatë Bregdetit në Vlorë, Himar dhe Sarand.